تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيح. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Një prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutje e shkurtë dhe me kuptime gjithëpërfshirëse, është ajo që transmetohet në Sunen e Tirmidhiut, Hakimi e të tjerë, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se thot, domethënë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'. Domethënë Allah më largo nga të këqijat e moraleve, epsheve, veprave dhe smundjeve. Do thotë kjo lutje është gjithashtu isti'adha, domethënë kërkim i mbrojtjes dhe strehimit të Allahu subhanahu wa ta'ala nga këto çështje, nga këto katër çështje të këqija. Pra munker, fjala munker, domethënë diçka e keqe, e shëmtuar ose e mohuar, domethënë që nuk është e pranueshme. Dhe ka thënë nga të këqijat e moralit, domethënë çdo moral që është i keq dhe i shëmtuar. Edhe në lutjet të tjera ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. O Allah, më udhëzo për në moralin më të bukur, se nuk udhëzon për moralin më të bukur askush përveç teje. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dhe mi largo moralet e këqija, se nuk i mi largon ato askush përveç teje. Pastaj ka thënë wal ahwa, munkaratil ahwa, dhe prej epsheve të këqija, më largo, ose kërkoj mbrojtje të tij nga epshet e këqija. Domethënë është kjo pasi epshet dhe pasionet ose dëshirat e këqija e shtyn njeriu në çdo të keqe dhe çdo dëm që i sjell dëme për në jetën e dunjas dhe për në jetën e ahiretit. Dhe ka thënë wa munkaratil a'mal, edhe më largo nga veprat e këqija. Veprat, domethënë që janë mëkatet dhe gjunahet. Dhe renditja është këtu, domethënë një herë nga moralet e këqija, pastaj epshet e këqija. Kam thonë dietar, domethënë këto janë të brendshme, kurse a'mal janë të dukshme, dhe veprat do thotë. Pra morali do thotë që është morali i keq, për shembull tradhtia ose hasedje e të tjera, ose kopracia kështu me radhë, domethënë janë çështje që janë në zemër. Epshet gjithashtu janë çështje të brendshme, të nefsit. Por morali është diçka që njeriu e ka natyrë, domethënë diçka në cilën vazhdon të jetë çdo herë, kurse epshi është diçka që paraqitet në moment. Domethënë dhe ka kërkuar mbrojtje nga morali i keq. A mund të thotë dikush se kjo do të kishte mjaftuar? Jo, sepse ka mundësi që dikush e ka moralin e mirë, por her pas here i paraqitet në një dëshirë e keqe, domethënë jo e mirë, dhe kërkon mbrojtje edhe nga domethënë kërkon pastrim nga moralet e këqija dhe mbrojtje nga paraqitjet e epsheve të këqija. Kurse a'mal, tham janë veprat. Domethënë ato që duken. Gjithashtu kërkojmë mbrojtje nga veprat e këqija, të cilat burojnë domethënë nga e keqja që është në zemër. Dhe wa munkaratil adwa, edhe gjithashtu prej smundjeve të këqija. Dhe janë për qëllim smundjet e zemrës. Domethënë çdo gjë që është e keqe në zemër, që është prej smundjes të zemrës, është gjithashtu edhe neglizhenca. Domethënë që njeriu ta harrojë mbikëqyrjen e Allahut edhe ta harrojë për çka është i krijuar kështu me radhë, ose të jetë domethënë nënçmues i fjalëve dhe veprave që i do Allahu subhanahu wa ta'ala. Domethënë mos i dojë në zemrën e tij. Domethënë gjitha këto janë prej smundjeve të zemrës. Nuk është njësoj si morali dhe epshet, ka smundje, domethënë që janë që e largojnë njeriu nga rruga e drejtë.
Pra kështu thot Ibn Taymija rahimahullah, do thot e ka përmendur smundjen pas moralit dhe epsheve, sepse moral është ajo që i është bërë zakon njeriut, që është rrugë e përhershme e tij, si ka thënë Allahu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Do të thënë ti je në moral të lartë, të madhështor. Pra ti je me moral madhështor. Dhe ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ala dinin azim. Do të thënë ti je në fen madhështore. Pra feja islame, Kurani, është bërë morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si ka thënë Aisha radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran. Edhe kanë thënë disa prej dietarëve, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i është lutur Allahut që t'ia përmirësoj moralin, dhe për këtë shkak ai ka pasur moralin më të lartë dhe më madhështor. Edhe prandaj Allahu e ka lëvduar me këtë cilësi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Po, gjithashtu ka thënë Hasan al-Basri, adabul Qur'ani huwa al-khuluqul azim. Do të thënë edukata me Kur'an është morali madhështor. Kurse, siç tham, thot Ibn Taymija për hawa, do thot epshi, mund të jetë që paraqitet. Do të thënë aty për aty, nuk është rrugë e përhershme. Ndërsa smundja është ajo prej cilës vuan zemra, ankohet, do të thënë ka dhimbje të zemrës, e cila e prish, do të thënë e ha zemrën dhe e dëmton ose e rënon. Po ashtu kanë thënë dietarët se kjo e fundit, el-adwa, do të thënë i përfshin edhe smundjet e zemrës dhe smundjet e trupit. Do të thënë të gjitha ato që mund të bëhen shkak që njeriu mos ketë fuqi për kryerjen e adhurimeve dhe ibadeteve dhe punëve, do të thënë që e afrojnë te Allahu subhanahu wa ta'ala. Do thotë kjo dua tregon rëndësinë e kërkimit të përmirësimit të moralit, do të thënë që njeriu robi ta kërkojë nga Allahu subhanahu wa ta'ala, si ka thënë Tawus ibn Kaysan rahimahullah, ka thënë këto morale janë dhurata, të cilat i dhuron Allahu subhanahu wa ta'ala. Do thotë morali është rizq, gjithashtu edhe dhurata që i ka shpërndar Allahu subhanahu wa ta'ala, ja jep kujt të doj prej robërve të tij. Dhe kur Allahu ja do të mirën një robi, i jep moral të bukur. Prandaj njeriu vazhdimisht duhet të lutet Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thënë Abdullah ibn Mas'ud, inna Allaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Do thotë Allahu i lartësuar i ka ndar moralet mes jush, siç e ka ndar furnizimin mes jush. Do të thonë dikën e ka bërë të pasur, dikën të varfër, edhe dikujt i ka dhuruar moral më të lartë, dikujt moral më të varfër, më të dobët. Për këtë shkak do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë i është lutur Allahut subhanahu wa ta'ala edhe me këtë dua dhe me atë që e përmendëm, ihdini li ahsanil akhlaq. Do të thonë më udhëzo në moralin më të bukur. Edhe largoma moralin më të keq. Largomi moralet e këqija. Ka thënë Abu Huraira radhiyallahu anhu, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur cila është ajo që më shumti i fut njerëzit në xhenet. Çka është ajo që më shumti është shkak për të hyrë në xhenet? Ka thënë taqwallah wa husnul khuluq. Do të thënë takwaja, dhe kemi thënë takwaja është ruajtje me bërje veprave të mira dhe largim prej veprave të këqija. Do të thënë prandaj këtu wa munkaratil a'mal, do të thënë kërkojmë mbrojtje nga veprat e këqija. Edhe takwaja dhe morali i bukur. Këto janë ato që më shumë të i fusin njerëzit në xhennet. Thot Imam Ibn Qayyim, جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه. Do thot i ka bërë bashk këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam takwan dhe moralin e bukur, sepse një takwaja e përmirëson raportin mes robit dhe Zotit të tij subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa bain khalqihi. Kurse
morali I bukur e përmirëson raportin mes robit dhe krijesave të tjera, njerëzve dhe krijesave të tjera. Mirë, jo bejnë khalqi, po wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa baina al-khalq, duhet tjetë. Ose khalqi, do të thënë mes krijesave të Allahut, do të I përmirëson raportet mes robit dhe krijesave të Allahut. Fa taqwa Allah tujibu lahu mahabbata Allah. Do të thënë takwaja e sjell dashurinë e Allahut ndaj tij. Wa husnul khuluq yad'u ila mahabbatihi. Edhe morali I mirë, do të thënë I shtyn njerëzit që ta duan atë njeri. Ka thënë transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innakum lan tas'u an-nas bi amwalikum. Do të thënë, ka thënë nuk keni ju aq shumë pasuri që t'i përfshini gjithë njerëzit. Pra të gjithëve t'ju jepni sadakat, të gjithëve t'ju jepni dhurata e kështu me radhë. Walakin yas'ukum, mirë po keni pasuri, e keni mundsinë bastul wajhi wa husnul khuluq. Do të thënë që ta keni fytyrën e buzëqeshur, do të thënë të hapur, mos jetë, do të thënë fytyrë rëndë dhe e vrentur, dhe të keni moral të mirë, sjellje të mirë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që ta përmirësoj gjendjen tonë, na përmirësoj moralin tonë, na ruaj prej çdo të keqe dhe të na përmirësoj gjendjen tonë dërsi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين.